Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet sekreti, soda e bukës është shpëtim për flokët tuaj. Ja si ta përdorni. Flokët janë një pjesë shumë e brishtë e trupit të njeriut, por shumë i rëndësishëm për paraqitjen e jashtme. Ekspertët thonë se edhe shampot përmbajnë substanca të dëmshme siç është sulfati, të cilat kanë një ndikim të fortë jo vetëm tek floku, por edhe tek i gjithë organizmi në përgjithësi. Shëndeti i flokut është gjithkohës nën kërcënimin e ndotësve të jashtëm, por ndikohet fort edhe nga mungesa e ushqyesve të rëndësishëm, të cilët merren nëpërmjet një regjimi të shëndetshëm. Për rrjedhoj, ekspertët rekomandojnë aplikimin e produkteve natyrale për të mirëmbajtur dhe për të ushqyer flokun tuaj. Nga ana tjetër, një prej këtyre produkteve natyrale është pikërisht soda e bukës. Kjo e fundit arrin që të përdoret për pastrim, gatim, por edhe për kundër disa sëmundjeve. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se soda e bukës ka vlera edhe për shëndetin e flokëve tuaj. Soda e bukës ofron përfitime të larmishme për flokët. Së pari, soda e bukës e pastron atë dhe i jep shkëlqim. Së dyti, ajo e bën flokun më të fortë dhe stimulon rritjen e tij. Soda e bukës rigjeneron flokët e dëmtuar duke i bërë ato të shëndetshëm dhe plot jetë. Për më tepër, soda e bukës nuk përmban asnjë kimikat të dëmshëm, ndërsa përpara përdorimit, njeriu këshillohet që të sigurohet se nuk është alergjik ndaj saj. Sigurisht, këtu ju do të mësoni se si të përdorni sodën e bukës për shëndetin e flokëve. Soda e bukës duhet përzier gjithashtu edhe me ujin e pastër, në një shishe plastike ose qelçi. Nëse keni flok të shkurtër, atëherë përzini të paktën 1 lugë gjelle me sodë buke dhe 3 lugë gjelle me ujë. Nëse floku juaj arrin deri tek supet, atëherë ju duhet të përdorni të paktën 1 gjysmë lugë gjellë me sodë buke me 6 lugë ujë. Sa më i gjatë të jetë floku, aq më shumë sodë buke mund të përdorni. Maskën mund ta përdorni në flok të lagur ose të thatë, duke aplikuar nga rrënjat e majat. Mbajeni maskën për disa minuta dhe më pas lajeni kokën me ujë të vakët. Për shpëlarje mund të përdorni 1/3 të stirë uthullmolle duke përzier 1 lugë gjelle me uthullmolle me 4 lugë gjelle ujë. Flokët janë një pjesë shumë e brishtë e trupit të njeriut, por shumë të rëndësishme për paraqitjen e jashtme. Ekspertët këshillojnë aplikimin e produkteve natyrale për të mirëmbajtur dhe për të ushqyer flokun. Soda e bukës është një produkt që gjen përdorime të pafundme, nga pastrimi dhe deri tek shëndeti i organizmit. Ky produkt gjithsesi mund të përdoret për shëndetin e flokëve, duke i nxitur ato që të rriten më shpejt. Prandaj këtu ne do t'ju sjellim mënyrën më të thjeshtë se si të përdorni këtë produkt për një efekt të menjëhershëm. Si të përgatisni trajtimin e flokëve me sodë buke. Përbërësit që do t'ju duhen janë 1 lugë gjelle me sodë buke, 3 lugë gjelle me ujë, 1 lugë gjelle me uthullmolle, 4 lugë gjelle me ujë. Përgatitja: përzieni të dy përbërësit e parë, 1 lugë gjelle sodë buke dhe 3 lugë gjelle sodë, derisa të formoni një pastë të njëtrajtshme. Vendoseni në flok të lagur nga rrënja deri tek majat dhe lëreni për disa momente. Më pas, shpëlajini me ujë të bollshëm dhe të freskët. Pasi ta keni bërë këtë hap, përzini uthullën e mollës me ujin dhe përdoreni për të shpëlarë në fund flokët tuaj për më shumë shkëlqim. Vlerat e sodës së bukës për shëndetin e flokëve. Soda e bukës ofron përfitime të larmishme për flokët. Së pari, soda e bukës e pastron atë dhe i jep shkëlqim.
Së dyti, ajo e bën flokun më të fortë dhe stimulon rritjen e tij. Soda e bukës rigjeneron flokët e dëmtuar duke i bërë ata më të shëndetshëm dhe njëkohësisht plot jetë. Sipas ekspertëve, soda e bukës ka efekte të larmishme si për lëkurën ashtu edhe për flokët. Soda e bukës është një përbërës i cili njihet gjerësisht për vetitë e saj të mrekullueshme në sektorin e bukurisë. Përveç se ka një efekt zbardhues dhe ndriçues, ajo është një hidratues shumë e mirë, duke bërë që lëkura të mos jetë e ashpër në prekje. Soda mund të përdoret si për bukurinë e lëkurës, ashtu edhe për të flokëve. Ndaj në këtë video ne po ju tregojmë disa përdorime të cilat ju mund t'i provoni menjëherë. Për trajtimin e akneve, përbërësit dhe përgatitja janë një lugë gjelle sodë bukë, një lugë gjelle lëng limoni. Përzini sodën e bukës me limon derisa ju të përfitoni një pastë. Aplikojeni në zonën e prekur dhe lëreni të veprojë për 5 deri në 10 minuta dhe më pas shpëlajeni. Mund të aplikoni çdo natë para se të flini. Trajton lëkurën e thatë në bërryla dhe gjunjë. Përbërësi dhe aplikimi, ju duhet një lugë gjelle sodë buke dhe një lugë vaj kokosi. Përzini bashkë derisa të krijohet një masë trash homogjene. Fërkojeni masën në bërryla dhe gjunjë duke lënë të veprojë për 10 minuta. Eksfoliant natyral, përbërësi dhe përgatitja, ju duhet një lugë gjelle sodë buke dhe ujë. Shtoni ujë dhe sodën e bukës derisa të formohet një masë kremoze. Më pas, fërkojeni në pjesët e trupit që dëshironi me lëvizje rrethore. Lëreni që masa e krijuar të veprojë në lëkurë për rreth 10 minuta dhe më pas shpëlajeni me ujë të ftohtë. Rekomandohet të përdoret vetëm 2 herë në javë. Locion për flokët, përbërësi dhe aplikimi, ju duhet një lugë çaj sodë buke, 4 lugë gjelle uthullmolle, gjysmë gotë ujë dhe një avullues. Vendosni përbërësit në një avullues dhe përzini mirë para përdorimit. Aplikojeni tonikun e përgatitur në flokë dhe në skalp 2 herë në ditë. Hidratues duarsh, përbërësi dhe aplikimi, ju duhet një lugë çaj sodë buke, një lugë çaj vaj bajameje. Përzini përbërësit mirë në një tas dhe më pas përhapeni me një masazh të lehtë në duar. Lëreni të veprojë për 5 minuta dhe më pas shpëlajeni duart me ujë të ngrohtë. Pastruesi i skalpit, përbërësi dhe aplikimi, ju duhet një lugë gjelle sodë buke dhe një shampo 250 ml. Hidheni sodën në shampo, tundeni mirë dhe vazhdoni më pas që të lani flokët tuaj si zakonisht. Në pak ditë ju do të filloni dhe do të ndjeni lëkurën e kokës më të pastër dhe njëkohësisht edhe më të freskët dhe më të shëndetshme. Kështu rezultatet që ju do të keni në fytyrën tuaj do të jenë tërësisht pozitive dhe nga ana tjetër do të jenë më të shëndetshëm, më volum dhe njëkohësisht më me shkëlqim. Mirë po duhet të dini se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.